Në rrugët e Kavajës ndihet një qetësi e veçantë. Lëvizjet paksohen dhe gjithçka duket sikur ngadalsohet në pritje të hapjes së agjërimit. Megjithatë, në disa vende puna vazhdon me ritëm. Një prej tyre janë edhe furrat e bukës, ku përgatiten bukët tradicionale që nuk mungojnë në sofrat e iftarit. Këtu nis gjithçka me përgatitjen e brumit, i cili më pas vendoset në dhomat e fermentimit për të marrë formën dhe cilësinë e duhur për pjekje. Në Kavaj, në sofrat e iftarit përdoren disa lloje buke, por ndër më të njohurat janë fukaqet dhe somunat. Fukaqet janë bukë që përdoren gjatë gjithë vitit në familjet e Kavajës, ndërsa somunat përgatiten kryesisht gjatë muajit të Ramazanit dhe konsiderohen si një nga shoqëruesit më tradicionale të iftarit. Zakonisht bëj vetëm për Ramazan. Tu keni. Ajo është e pëlqyeshme se dilesh e ngrohtë. Është e thjeshtë siç e shiko. Kjo është ajo pjekës. Kjo është brumë dhe del. Furtari tregon se përgatitja e tyre kërkon përvojë dhe kujdes të veçantë, duke theksuar edhe rëndësinë që ka një furrë e mirë për të arritur cilësinë dhe shijen e duhur të bukës. Aroma e somunëve të sapo pjekura përhapet në përfurrë, ndërsa shumë qytetarë ndalen për të marrë bukën e freskët që do të shoqërojë sofrën e iftarit në shtëpitë e tyre. Mes aromës së somunave dhe pritjes së kohës së iftarit, tradita vazhdon të jetojë në çdo shtëpi kavajase.